Një burr I vërtet kur e shikon një moshkull që është me të dashurën e vet, po han buk ose po ecë qytetit, një burr I vërtet kur nuk ja hedh syt të dashurës vet as të fijumës vet. Sa do I dop fizikisht tjetë ai moshkull që është me fijumën e vet ose me të dashurën e vet ose me gruan e vet, ti një burr I vërtet kur nuk jep arsye as për me të hedh syt ajo femra. Jo mota ngacmosh femrën e huaj, nga që tjetrën e shikon si është I dop fizikisht edhe ta merr menja më atje se ky edhe po ktheu llafe ky, unë këta kam këta rafu shpulla. Ti nësi je edhe me 20 shok edhe kalon një femër bashk kalon një moshkull tjetër bashk me gruan e vet, edhe atë shkum punë vetit, të shkum tërëzin e vet. Ti dush me qenë ai personi që disiplinon të nën mot vete që kemë rapa deti, thunë kinga, pas respekt, s'ki nevojë, qajnë të gjanë që bani. Jo të bëhni 19-20 qenë bashkije bashk, duhe nga të smu vojzën djallën e huj që kalon atje, edhe s'ki respekt për moshkull dhe s'ki respekt as për gruna se sen. Se kjo nuk të ban burr, këpëtan, burr të ban gjanat ku shkon kundra ndjesive tuja, kundrave gjanat tuja. Këtu ka bëni jo. Këtu ka bëni shumica juj. Këtu ka bëni shumica juj dhe quni nga që e shikoni tjetrin si është me I dëpt. E shikoni si është me I dëpt tjetri, edhe ju turni, edhe munoni gjithmonë të fiziku. Nuk dallojnë forcat me fizikun në këtë jetë. Nuk du të mi po gjanat me fizik. Du të mi po se forca shpirtit një moshkull dallohet kur disiplinon diçka të keqe, kur e shikon diçka, kur eviton diçka të keqe. Këtu dallohet fiks moshkulli. Këto janë burrat e vërtet. Këto të tjerë, këto s'ka lidhje me burra këto. Këto që krijojnë sherret e tilla, s'ka lidhje me burra këto. Këto janë thjesht djem qi, pa rritur, pa eksperiencë, s'kan pas ndonjëherë. Edhe I pashun me çanti. Për shembull je I pashun, jem ndjeni që ti je I pashun. Nëse pikpamja jote shkakton problem te e fijumja dikujt tjetrit edhe I e ofër, banë sikur si jetë masi si të hiko king. Largo, pse do të shkaktosh problem me djalit tjetër? Pse do të shkaktosh problem me djalit tjetër? Evitoj sherret. Evito deri aty ku të munesh. Deri aty ku të munesh që ta evitosh një sherr. Këto janë burrat. Burri do të më qenë I off me vrarë me durët e veta, po njëkohësisht do të më kontrollu. Burri që është burr ka forcën e një luanit dhe zemrën e një qengjit. Kupton? Ka gjithmonë dëshirën për me një muar, ka zemrën e butë, dhe me një mu njerëz. Ama forcën e ka një luanit, nëse është puna që I bën në qafe përzish bunda dhia. Kuptoni? Këtu duheni të keni kujdes. Se duhet të keni kujdes, mos I shikoj të jetë me fizikun, sepse ai fiziku mund të jetë më pill në anën se sa ti. Mund ta ketë armën direkt. Mu më ka 9 vetë personalisht. Unë kam qenë plazh. Ishin 2 veta, 2 djem të mashum që marrin vetë trupin kështu. Edhe I ngacmojnë grutë si me stil ato, po e kuptoj burri. Edhe ju tha ky, po që se për 5 minuta nuk hikni nga ky vend këtu, do marrë armën edhe t'ju vras. Fillun duke qeshtë të si besoj. Kur hiku ki djali që kishte me gruan e vet, u kthy me armë dorë, I kanë hik ato aq vrap, kanë hik deti si klysha. Si klysha kinga nuk funksionon kështu me ngacmu njerëzit. Shikoni nuk don ora çdo njeri ka hollë vetë, ora kanë hollë njerëz dre. Mos I bëjmë qaf kot njerëzve. Evitoni sherrin. Kjo është e rëndësishme, evitu sherrin, gjëja më kryesore është me evitu sherrin. Këtu janë burrat, këtu janë burrat. Je me kriju sherre si laskare, si qen bashki rrugës. Gjithmonë duhet me evitu. Nëse është I fort fizikisht edhe nëse është I dob fizikisht. Nëse është me të fijumën e vet, me të motrën e vet, me nanën e vet, këtu dallohet ti se si ti reagon, si çfarë moshulli je. Këtu dallohet kualiteti I moshullit, çfarë personazhi ti je, çfarë njeriu je. Kupton? Në varet nga veprimet e tua mbrapa tregon në publik si çfarë metorinë je. Kupton? Duhet të pas respekt për tjetrin. Duhet të pas respekt për se çdo moshkull në këtë jetë zgjat mëngjes ka detyrën e vet me bë. Ti ke detyrën ndonë, unë kam detyrën ndeme, zgjom kam hollë mia, çdo moshkull në këtë jetë është me hollë, ka probleme, ka gjëra me zgjidh. Mos I bëni mqof njerëzve. Rreni qet edhe ndihmoni njerëz sa më tepër, jo marr mqof. Bani subscribe ti kanalit tu që të postojmë video, që tani mbrapa videot e tilla dhe I postoj vetëm këto. Përshëndes.